Zoti Kamberi, po flitet në mënyrë intensive për korridorin 8. Në data të caktuara, në shkurt do të kemi një mbledhje të gjithë qeverive në të cilat kalon korridori 8, po ne jo rastisht e vendosëm ta bëjmë intervistën me ju ke Banka e Shtetit Shqiptar, ndërtuar nga periudha italiane. Si e shikon këtë entuziazmin e fundit? Çështja e riaktivizimit të korridorit 8 ose rigjallërimi i idesë së korridorit 8 lidhet faktikisht me faktin që Italia dhe veçanërisht një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian ku kalon ky korridor dhe ideja mbi cilën ai u ringrit në Kret në vitin 1994 në konferencën e dytë pan-europiane të transportit bën të mundur që gjithë hapësira ku do shtrihet korridori 8 që fillon nga Italia, po them kalon nëpër Shqipëri, Maqedoni, Bullgari dhe përfundon deri në Turqi, bën të mundur risjelljen e gjithë konceptit italian për të pasur një lidhje shumë të ngushtë të transportit të shumëllojshëm nga brigjet e Adriatikut deri në brigjet e Detit. Brenda kësaj logjike të Italisë, po tashmë edhe të Bullgarisë, që prej vitit 2007, bëhet e mundur krijimi një zone të re ekonomike, jo vetëm ekonomike, po dhe gjeopolitike, pasi nëpërmjet këtij korridori që është pjesë e rrjeteve të korridoreve europiane, nga 10 të cilat ato janë, do të krijohet një aktivitet shumë i madh ekonomik, por mbi gjitha një shkëmbim shumë i madh mallash që vinë nga perëndimi për zbritur deri në lindje. Ka kjo pikpamje, unë besoj që ne kemi dhe një rikthim të historisë, sepse ajo e famshmja rruga Egnatia nga antikiteti tashmë rikthehet me një konvështrim tjetër dhe me një synim tjetër gjeopolitik, gjeostrategjik, po edhe gjeoekonomik, siç është termi që u pëlqen edhe ju ta përmendni shpesh. Jo, në fakt le të flasim konkretisht. Bëhet fjalë për financime, bëhet fjalë për ekonomi e cila merr një shpejtësi tjetër rritje. Korridori është korridor transporti, është korridor energjie, është korridor kurudhor, pra ky është sensi që duhet. Pikërisht, në kjo pikpamje unë përmenda termin transporti shumëllojshëm ose siç thuhet termi teknik transporti multimodal. Pra, rikthimi në Ballkan dhe jo vetëm në Ballkan, po të gjithë zona nga Evropa perëndimore, brigjet e Adriatikut, për të kaluar nëpërmjet Ballkanit si një urë e cila ka pasur këtë rol historikisht drejt tregjeve të lindjes së afërme dhe pastaj edhe më larg, bën të mundur jo vetëm rigjallërimin ekonomik, por edhe rifaktorizimin e vendeve të caktuara, përfshirë dhe Shqipërinë, në një hartë të re gjeopolitike dhe gjeostrategjike që e ka pasur korridori 8. S'duhet të harrojmë që menjëherë mbas përfundimit të konfliktit në Kosovë, një nga idetë që ngjalli më shumë entuziazëm në atë kohë edhe për shkak të pranisë dhe rolit madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë qenë një nga mbështetësit kryesore të këtij korridori, deri diku risolli në vëmendjen e të gjithë këtyre vendeve një element shumë të rëndësishëm, që ekonomia do të jetë ajo që do të shtyjë këto vende, do t'i nxjerrë nga zinxhiri dhe nga kurthi i konfliktit drejt një bashkëpunimi dhe bashkëpunimi i tyre shumë palësh, mos harrojmë që vendet e Ballkanit perëndimor kanë një traditë konflikti të hershme, historike, do të bëjë të mundur që do ta shikojë gjithë rajonin, pra Ballkani në këtë mes është hallka që lidh perëndimin dhe lindjes, se mos harrojmë që gjithë korridori që thash fillon në brigjet e Adriatikut, perëndimor të Adriatikut, për dalë deri në brigjet e Detit. Atëherë mua më intereson gjithë ekspertiza juaj në raport me integrimin evropian. Fakti që Tirana me Romën po punojnë në mënyrë të sinkronizuar. Tirana po kërkon të futet në 2027 në procesin final të integrimit. Roma, nuk përdorim termin avokat i integrimit, po mbështetës i integrimit të Shqipërisë, duke se ka një sinkronizim për të arritur në port, siç është shpreha në italisht, arrivare al porto, apo jo? Po, kjo është e vërtet për shkak se Italia duke pasur fqinj Shqipërinë ka qenë gjithmonë interesuar që në brigjet e saj, sepse Italia nuk ndan kufi toksor me Shqipërinë, por në brigjet e saj, qoftë Jonit apo të Adriatikut, të ketë një shtet jo thjesht të stabilizuar nga pikpamja politike dhe ekonomike, por të jetë një shtet vendantar i Bashkimit Evropian, i cili do të bënte të mundur që Italia të ndante me të lehtësisht brenda rregullave të përbashkëta të Bashkimit Evropian, jo thjesht shkëmbime ekonomike, por do të thoja një lloj transferimi
të çdo elementi që vjen nga ekonomia italiane në ekonominë shqiptare. Dhe kjo është mos e logjike, kush ka parasysh mënyrën se si ka ndodhur zhvillimi i shumë vendeve të reja anëtare të Bashkimit Evropian, veçanërisht vendeve të Evropës qendrore lindore, po edhe të Kroacisë, gjithmonë është përdorur përparësia kur ata kanë qenë fqinj me një vend të zhvilluar antar të Bashkimit Evropian. Mos harrojmë që Shqipëria e ka këtë fat gjeografik dhe geostrategjik, që ka afër një nga vendet themeluese të Bashkimit Evropian, po jo vetëm kaq, është një vend me një peshë të rëndësishme ekonomike në raport me Shqipërinë. Shqipëria është një treg i vogël, me një mallësi të vogël, dhe nëse do të ndërtonte aleancën e dur gjeopolitike dhe geoekonomike me Italinë, mund t'i jepte vetes një thua shkërcim tjetër nga pikpamja jo vetëm e zhvillimit ekonomik, po dhe pozicionit dhe rolit saj gjeostrategjik në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dy element të rëndësishëm që zakonisht unë në intervista flas edhe me planet në cilat na rrethojnë. Jemi ke banke, jemi në një rrugë ku ka një qarkullim të jashtëzakonshëm. Financimet për ta realizuar këtë mega projekt, nga do vinë? Financimet kryesisht janë nga Bashkimi Evropian. Mos harrojmë që koridori 8 është pjesë e rrjeteve europiane të transportit rrugor, dhe në këtë mënyrë do të bënte të mundur edhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm. Do ta vendoste korridorin e 8, siç e ka vendosur praktikisht, por në qendër të vëmendjeve dhe të financimeve të Bashkimit Evropian, dhe me thellimin e procesit dhe përshpejtimin e procesit të integrimit, ky korridor unë uroj dhe shpresoj që të përfundoj brenda afatit që është përcaktuar të paktën brenda 2030-s, në mënyrë që Shqipëria brenda këtij afatit ketë përmbyllur procesin e negociatave dhe të ketë ratifikuar traktatin antarësimi, në mënyrë që ky të bëhet një damar shumë i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare, po jo vetëm i ekonomisë shqiptare, i ekonomisë europiane dhe pse jo i ekonomisë globale. Duhet të theksoj edhe një element tjetër gjatë presidencës bullgare, në 6 mujorin e parë të vitit 2018, Bullgaria rimori idenë e korridorit 8, edhe për faktin se ishte një nga vendet e dyta antare të Bashkimit Evropian që kishte interes drejt për zhvillimin e këtij korridori përveç Italisë. Duhet kemi parasysh që ky korridor ka rivalizuar me idenë e korridoreve tjera brenda Bashkimit Evropian. Me 10 kryesisht. Kryesisht me 10, por edhe Greqia për shkak të faktit sepse kërkonte të bënte një korridor paralel që lidhte zonën Aleksandropolisit për dalë në Turqi, pra që quhet rruga Egnatia 8, siç njihet edhe në terminologjinë rrjet teknike të rrjeteve të transportit. Dhe në këtë mënyrë Bullgaria, në atë kohë gjatë presidencës parë, bëri për herë të parë edhe samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me ato të BE-s, ishte samiti i parë që realizohesh mas 15 vjetësh nga samiti i Selanikut i 12 qershorit, i 19 qershorit të vitit 2003. Pra nga këtë pikpamje besoj që ne jemi në një moment të mirë historik për ta rikthyer korridorin e 8 drejt idesë realizimit të tij të plot. Neve duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër. Aktualisht ka filluar zgjerimi i pjesës korridorit të 8 nga pala shqiptare, pra ka filluar rruga nga Qafthana drejt pra nga Librazhdi drejt Qafthanës, pra që është zgjerimi i këtij korridori, i cili në vitet 2000 pati një si thua rrugë jo me standardet e një autostrade të mirëfillt, dhe ne uroj dhe shpresoj që ajo të pasohet pastaj edhe me korridoret e tjera energjetike, digjitale, hekurudhore e kështu me radhë, në mënyrë që pastaj gjithë korridori 8 të marrë formën e tij të plot, dhe siç e përmenda edhe pak më parë, uroj dhe shpresoj që brenda vitit 2030, përcaktoj si një gur kilometrik ku Shqipëria synon të mbërri me traktatin e plot antarësimit në Bashkimin Evropian, t'i shtohet si një lloj elementi jo thjesht i mbivendosur mbi korridoret e tjera apo mbi infrastrukturën e tjera, por siç e përmenda, një damar shumë të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare, të cilën Shqipërisë mund ta faktorizojë edhe nga pikpamja gjeopolitike për t'i garantuar një stabilitet afatgjatë. Okej, shumë faleminderit.